Detyrat për statusin mendon se i ka bërë. Pavarësisht nga përgjigja që do të marrë në fund të qershorit, e rëndësishme për kryeministrin Rama është se këtë herë Europa nuk ka asnjë justifikim me Shqipërinë. E rëndësishme është që këtë herë Këshilli nuk ka asnjë justifikim të mundshëm në raport me vetë Shqipërinë. Sepse ajo që Këshilli kërkoi në dhjetor ishte pak më shumë kohë. Për të thënë, a është qeveria e Shqipërisë garanci se çfarë u pa në muajt e parë vazhdon pa probleme në vijim, apo muajt e parë ishin vetëm flak kashte. Dhe ne ja dolëm kësaj. Tani mbetet përpara reagimin e Këshillit. Gjatë bashkëbisedimit me studentët e Universitetit të New Yorkut në Tiranë, Rama foli dhe për reformën në arsim. Sipas tij, nuk duhet të ketë më një ndarje në universitete private dhe shtetërore. Universitetet duhet të hyjnë në një sistem konkurrence të barabartë dhe nuk duhet të ketë më universitete private dhe shtetërore, por duhet të ketë vetëm universitete publike. Universitete publike që financohen nga shteti, universitete publike që financohen nga privat. Që të ndodhi kjo, duhet një sistem akreditimi i besueshëm, një agjenci akreditimi ndërkombëtare që thotë i bazë në kritereve se kush e meriton dhe kush nuk e meriton të qëndrojë në këtë fushë. Ekonomia ishte një tjetër temë e diskutimit mes kryeministrit dhe studentëve. Falhuas së FMN-s dhe Bankës Botërore janë dy efektet pozitive që Rama veçon. Unë besoj që kemi marrë dy efekte pozitive. E para, kemi rikthyer ekonominë në lëvizje dhe e dyta, kemi futur ekonominë në rrugën e stabilitetit duke praktikisht vënë rregull mbi gjithë ato libra llogarish që ishin thuajse duke dalë jashtë kontrollit. Këto hua, sipas Ramës, nuk rrezikojnë stabilitetin makroekonomik të vendit, pasi qeveria e tij nuk krijoi një borxh të ri, por legalizoi atë të krijuar nga mospagesa e kompanive për punët e kryera.